Këtu e bëjnë listë të begos. Po, mirë, kemi të PDK-ja, mas jemi të PDK-ja. Këtë listën momentale, ose ish deputetëve që i ka pas, një numër tyre, simbolikisht janë aty. Zoti Gjeci, pasaj ajo zonja Jashari, ka funksionu simbolika kështu aspekti etik, moral, prapavia politike, familjare. Që shka qenë të uta Rogova Nikol LDK, për Po, pikrish që se ka qenë zonin ish një 4 vjetë. Vish njëre pa që dorën shtu. Qa dorën, me votu me gjas ka votu, po. Po, edhe atë peletin që ja pa të pagu qeveria për nxemje, 7.000 euro. Ma, zonja Jashari ka qenë shumë. Po, pikrish, apo kupton që apo du me dhëtë. Tash, në 2025-ën, me provu me trika, dhe me qysh s'ko ka reciklim 6 detaja, pruri e re, kontributi jashtë akon shumë. 6 detaj nuk është reciklim, ajo është disa herë reciklim. Po dhe? Ajo është sepse ka disa figura që edhe konsumohen, dhe më kuha e gjatë i konsumohen. Edhe riktimi tyre nuk është që cilë na i kjo si ndizhova, me gjithë respekt, zoti Grapoci, kështë të dosh me kandidua apet. Me gjithë atërë, ka pas zoti Grapoci ka pas një kut gjatë që është në rejk piskinës politike. Rikthimi tire, unë e vlerësoj zoti Grapoci, që për shkak të asoj afjes prando që është publiku, ajo është të rekmi politike. Po edhe tash ka ullu që këna arru tash. Me gjithë atërë ka po dyre ajo që është jo. Demas edhe Gashi, klasim detaje. Kush mund t'jenë figurat të cilët i bashkangjitur në Partisë Demokratike të Kosovës në këto zgjedhje? Drenora, ke ndonjë informacion se ti direkt vjen nga zemra e Partisë Demokratike të Kosovës, ani pse kam përshtypjen se si e votu si tyre. Një është qartë sot në publik Nëse është nisma Brenga kryesore, Fatmir Lima me 5-6 deputet që mund bashkangjiten edhe që në të shumtën e rastit do t'jenë pjesë e listës. Nuk kam informacionet pra paskenës, po kam informacionet që ka ndalë sot publik. Zoti Petrit Hajdari, që li ka qenë kandidat për kryetari PDK-s, tha që nuk do të garaj. Njëjtë e bane dhe Sejdi Hoxha, 2 kandidat që kanë qenë, edhe Bajegi kanë qenë të votuar, sidomos Petriti ka qenë më i votuar në komunë drejt. Ka qenë figura, po. Po du me thonë që atje po vrejet që kalon gjurmë këtë gjatë thella çështja e zotit Ladrovci. Tash i bashkangjitën pak a shumë dhe maznet, po vrejet që me gjatë zoti kryetari i partisë tashëm se mi ke emri. Bedria. Zoti Bedri Hamza do më thonë po arrin me akomodu, sepse këj qëllimit i ka qenë kë. Akomodimi ishte në grupeve, sepse atje moti mungon e leadership si tham, i etablum në parti dhe kjo. Por, mund po besoj që po kam dëshirë pak mi thonë 2-3 fjali, pak ma në përgjithësi për punën e listave, sepse unë menoj që hartën politike të 9 shkurtit nuk janë determinuese ndryshimi listave. Po determinuese kishte mujt me qenë që ose ka ndryshim në leadership, respektivisht në kandidat për kryeministër. Pra, sepse vetëm kandidati për kryeministër është një lloj simboli për me arrit me thonë që mundet me pas ndryshime ma rëndësore në ashtu sa i përket rezultateve në zgjedhje. Sepse prurjet e reja, lista janë onca, po ju faktori pra nuk kanë me bo ndryshim në madhë. Na du të diskutojmë lista, sepse fundja fundit ata njerëz kanë me dalë nga ore para dhe dyta kanë me shku në parlament me na përfaqësu. Po për ndryshim të hartës të përgjithshme nuk kanë me pas rolin e madhë. E para, e dyta, u diskutu mbrëm këtu në studio që tash ato që i dëgjumë, sepse s'ka të konfirmume, që zoti Hamza po provon realisht me bo një farë balanci të kandidatëve ngar prej komunave të ndryshme, jo si që ka qenë të kalumen që i vënun shumë kandidat nga Drenica, dhe realisht ta janë një farë mirë i dhezës, sepse atje urujtën bastionet, po i boni një damë sepse shkun shumë prej atje dhe unë prej fillimit e kam thënë kjo është një lloj rreziku sepse në komuna tjera mundet më zbe, mundet me ra, si ma thonë, entuziazmi njerëzve të përgatitur me hynë garë sepse din a priori që është vështirë me kalu. Këto janë ato rreziqet të PDK-ja që i shoh përdryshe në mendoj që e ruan pozicionin e dytë zoti Hamza, pa problem, në kuptimin e garës të përgjithshme dhe gjithmonë ne lutem të ketë kandidat të mirë sepse ata njerëz kur betohen në Parlamentin e Kosovës ata parazitash na përfaqësojnë neve për mesuritë politike. Xhan, çka mund të jetë befasi të Partia Demokratike e Kosovës?
Sa përket listës Shembull, nëse futet Fatmir Lima, a do të renditet lart? Pres pak rezultat mas pari që do të arrit dhe do të ketë marrëveshje. Sipas informatave nesër është një mbledhje